plakit të cilët ju ka zbardh mjekra, barze prej pleqnis, edhe ban zina, ban amoralitet, Allahu Azza wa Jall nuk i flet ditën e gjykimit, as nuk e këshyr, as nuk e pastron. Kështu ka thënë Muhamedi alayhi salam. Ka dallim shumë madh musliman a ban një iri zina apo një plak. Teriun e shtyn energjia e tina, e mashtron, e tradhton shejtani për shkak të energjisë tina. Kë nuk ka energji, këta nefsi tina e flesht, i presht, e ka shtime vazina. Plus, ky iriu, ky nuk ka qik, ky nuk e din heq ka do më thonë me pas qik. Ky nashta edhe ka qik, nashta edhe ka mes, edhe hala, ka qase nefsi që ban zina me qik të huj, nuk e flet Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit, nuk e këshyr, nuk e pastron. Allah na rujt. Që kujdesu musliman. Këshilla jam është runu. Që ka thonë Allahu Azza wa Jall, la taqrabu zina, mos shka, mos e prek, mos u afra. Ruj, larg prej zinas.